Komuna e Bogovinës është një ndër komunat që nuk ka kanalizime. Do të bëni kanalizime për këto 4 vite për të gjithë fshatrat? Nga ajo që thash, unë kam qenë pjesëmarrës i punësuar në komunë. Nivel komunal ekzistojnë projekte të kanalizimeve. Për momentin janë të realizuar vetëm faza e parë për fshatin Kamjan dhe fshatin Bogovinë. Ne normal do t'i plotësojmë me dokumentacionin me leje dhe me dokumentacion plotësues dhe do të bëjmë aplikimin për prisjen e mjeteve në për instruksionet e shtetit. I bie kjo që Bogovina do të ketë kanalizim gjatë mandatit tuaj? Apo vetëm do ta filloni? Bogovina e ka të zgjedhur rrjetin e parë. Nuk po flas vetëm për fshatin e Bogovinës, po flas të gjithë fshatrat në komunën e Bogovinës. Përgjithësi mendoj se do të jetë e zgjedhur. Mendoni, premtoni apo do ta voni? Mendoj se për të premtuar nuk jam nga ata që premtoj. Po me rrugës si do t'ja bëni? Keni një plan për riparimin e rrugëve apo ndërtim? Fatmirësisht, në nivel komunal janë ndarë shumë mjete për komunën e Bogovinës, nga qeveria aktuale që është tani, diku deri 4 milione gjysmë euro për projekte infrastrukturore. Përfshin këtu vendbanimet për shembull që edhe janë të fituara mjetet, është Bogovinë Sedllart, Kamjan Sedllart, Kallnik Pallçisht, edhe disa projekte tjera, diku që vlera ngelet 4 milione gjysmë euro.